Kiara flet për gjithçka, nga Luizi tek vajza dhe komentet për trupin e saj. Moderatorja dhe një nga figurat më të dashura të publikut, Kiara Tito, ka zhvilluar një sesion pyetjesh dhe përgjigjesh në rrjetet sociale, ku ka ndarë me ndjekësit momente nga jeta e saj pas lindjes së vajzës së saj, Luna, por edhe detaje për bashkëshortin e saj, Luiz Elli. Për Luizin dhe zërat negativ. E pyetur si e përjeton ku flitet keq për Luizin, Kiara ishte e qartë. Luizin e keni parë që nuk merret me llafe, dhe as nuk i bën përshtypje shpifjet dhe mallkimet e disa njerëzve që nuk kanë një jetë. Ndërsa për cilësinë që vlerëson më shumë tek ai, për kushtimin ndaj familjes. Asgjë nuk vlen më shumë se një burr që vendos familjen mbi gjithçka. Luna dhe pagëzimi. Kiara zbuloi se pagëzimi i Lunës nuk do të bëhet menjëherë. Jo, nuk kemi hequr dorë, por mendojmë kur të bëhet Luna 2 vjeçe. Sa i përket vaksinës, dozën e parë do ta shtyjmë edhe pak. Nuk ka lidhje me frikën nga vaksina. Thjesht dua të jetë plotësisht e shëndetshme në momentin që ta bëjmë. Linjat pas lindjes dhe komentet për imazhin. Për peshën dhe stilin e jetesës, Kiara u shpreh: kam pasur kujdes të ushqehem shëndetshëm, proteina të pastra dhe pak sheqer, ujë, lëvizje çdo ditë dhe asnjë fiksim me peshoren. Ndërsa për komentin se po krijon një imazh seksi që nuk i pëlqen Luizit, përgjigjja ishte epike. Unë kështu kam qenë që prej 2018. Nuk kam pse krijoj asgjë tjetër.